Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se ka shqiptuar 22 dënime ndaj po aq të punësuarve në Ministrinë e Punëve të Brendshme të shpërndarë në 8 sektore. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, një polic nga sektori për punë të brendshme në Tetov i sistemuar në stacionin për siguri në komunikacionin rrugor, ka marrë dënim pasi që nuk i ka kryer punët në kohë. Në ndërkohë, 2 polic nga stacioni policor në Gostivar janë dënuar, njëri për shkak se ka qenë i dehur në orar të punës dhe tjetri më herët e ka lëshuar vendin e punës. Por cili është mendimi i qytetarëve të Tetovës për punën e policisë? Po deri ligu e bojnë. E bojnë se pa polici s'bën. Te shqiptari nuk bën pa polici. Ne duna demokraci pa policia, ma ashtu nuk ka. Jo, në mendoj këto në rrugë çka janë këto sobraçajt, unë mendoj se e bën rregull, po këto tash punë shumë fellë brenda nuk e dija. Unë foli për në rrugë. E bajnë punën e vetë, e bajnë me atë mundësinë e vetë, sa e kanë. Mendoj, detyrat e vetë për rronë, normal. Mendoj se nuk ka e lehtë, po ato kanë edhe ata probleme. Mendoj se e krinë. Banë të njerë, po të njerë, jo, e banë policisika. Njerë tash, për këto kamësore që dhe mos e të pronë të njerë. Kamësore nuk dhjajt, e kalon rrugën ku s'duhet, ama duhet të arsëtish, ka një respleqe tjera. Për në përgjithësi besoj se e krynë obligimet e veta, si të themë ashtu. Ndryshe, ditë më parë, televizioni Koha publikoi se mbi 10 policë të sektorit për punë të brendshme në Tetov e kanë lëshuar vendin e punës për shkak të degradimeve dhe pozitës së vështirë në të cilën ata ndodhen.